Shtoku sa po përfundu projektin e grupit parlamentar, na tregoni çka u diskutuar dhe akona që ndrem sa i përket presidentit. Po, realisht ne më diskutum për zhvillimet e fundit që po na vinë në për temat diskutimit, edhe pse nuk janë zyrtare ende. Edhe qëndrimi jonë është i njëjtë. Ne kemi qenë pro që të kemi një kandidat për president konsensual, po realisht ato nuk e patën ndonjëherë. Kemi qenë me zemër që nëse është dikush nga familja Jashari që t'jemi për, por e po me rrjedhojnë dhe na respektojmë qëndrimet e tyre. Derisa ka prap tentime që me qash opozitën dhe me imponu kandidatin e tyre politik, sigurisht që ne nuk qëndrojmë në qash dhe me përgjithësi të lartë do të qëndrojmë në karshi premtimeve dhe qëndrimeve tona që kemi dhënë vazhdimisht që mos me të qenë mbështetës të një pushteti autoritar, çfarë për kjo janë zotërit. Ajo ka kërku votën andin voti dhe keni voti jo për andin voti? Ne respektojmë çdo familje të respektuar, edhe andini që kom pas edhe kolegë, por besoj që dihet se ajo është vatës i partisë në pushtet, dhe sigurisht që derisa është në vendosje, ne nuk kemi votë. Definitivisht çish është qëndrimi i PDP-s në sallë. A do të qëndrani, as do të qëndrani me këtu çfarë dihet deri tash? Derisa kemi që qëndrim, ne sigurisht që nuk do të qëndrojmë në sallë, dhe po shihet qartë që kemi vetëm kandidaturat të caktuara që janë vetëm për deputet. Dhe më thonë kemi zgjedhje të ashme, kemi kandidat për deputet, pas kemi kandidat për president. Këtyre çasteve fundon një takim midis Hamzës dhe Kurtit, pasi të dy janë në objektin e kuvendit? Jo, deri tani nuk ka. Ashtu mundësia për takim në të ardhmen? Derisa nuk ka prezantim dhe afrim të qëndrimeve me ato të Bedri Hamzës, nuk besoj që do të ketë edhe takim. A keni ndonjë emër, zoti Shtoku? Partia Demokratike e Kosovës ka treguar që është e gatshme me dhënë emrin, po se ka marrëveshje për qëndrimin dhe për marrëveshje politike çfarë do të thotë. Kush është emri? Emri nuk treguohet derisa nuk ka për afrim të qëndrimeve, se është absurditet, domethënë me jap emra të përveçshëm dhe me shkel çdo dinjitet të njerit nëse nuk ka për afrim të qëndrimeve.